rezultati i numrimit elektronik duhet të kishte dalë që mbrëm, dhe ky është qëndrimi ynë, besoj ky është qëndrimi juaj që keni pritur për këtë rezultat. Ne investuam në numrimin elektronik për Vorë dhe 110 pikërisht për të dhënë rezultatin, për të vazhduar traditën e pasqyrimit rezultateve në kohë reale, ku Bashkia e Vorës do kishte qenë bashkia e parë që do shpallte fitoren e thellë për Partinë Socialiste, siç edhe rezulton nga ky numrim sot. Partia Socialiste ka fituar në Vorë ashtu siç pritej, me një diferencë të thellë për shkak të punëve të mira që ne kemi bërë këtu, jo vetëm rindërtimit, por edhe projektet e tjera të zhvillimit të Vorës dhe të infrastrukturës, shkak të punës të madhe në terren, Partia Socialiste e cila është shumë pranë qytetarëve çdo ditë vitit, jo vetëm në muajin e zgjedhjeve, dhe ky rezultat reflekton këtë besim të madh që Vora, qarku i Tiranës dhe gjithë Shqipëria i ka dhënë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Juve ju falenderoj shumë për... Pse mendoni që po vonohet rezultati? Pse nuk ka dalë ende nga KQZ? Jo, është procesi teknik i përcjelljes së rezultateve, ne sapo e morëm rezultatin ton, i cili u përcoll te KQZ-ja dhe i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë zyrtarisht rezultatin në Vorë për shkak të asaj që quhej numrimi elektronik, po në fakt nuk përfundoi në një numrim elektronik siç duhet. Kemi një diferencë shumë të thellë, edhe pse kanë votuar më pak në Bashkinë e Vorës. Partia Socialiste ka një rritje në përqindje nga 2021 dhe partia ka një rënje serioze si në të gjithë Shqipërinë dhe diferenca është thelluar me Partinë Socialiste. Kështu që unë uroj të gjithë ekipin ton të Partisë Socialiste të Vorës, uroj të gjithë qytetarët e Vorës, faleminderit për mbështetjen dhe ne dua kthehemi punë. Mungesa e tyre gjatë ditës sotme tregon që edhe konflikti i stisur i djeshëm nuk kishte as vërtetësi, as kishte bazë, po ishte aty thjesht për të prodhuar zhurmën e radhës për shkak të dienisë së tyre të plotë se ç'rezultate dobët do merrin në Vorë. Ata asnjëherë nuk i kanë kthyer syt nga Vora kur kanë kaluar këtej, kanë ardhur vetëm dje për të bërë shernajën e radhës dhe përgjigjen e morën. Do ta merrnin dje nga numrimi elektronik, e morën sot. Faleminderit për rezultat për ju nga Vora? Absolutisht po, për gjitha arsyet që unë ju rendita. Faleminderit shumë edhe suksese të gjithëve. Na fani edhe një llogaritje sa i përket mandateve në Tiranë. Sa mund të arrijë Partia Socialiste përderisa deri në këtë moment kemi një numër që kemi shpallur synimin ton, 20 mandate në qarkun e Tiranës. Uroj shumë që ky vullnet i shprehur të lexohet në Bashkinë Evropiane të zhvilluar Mirë ishte zonja Alisa Spiropali në një deklarat me gazetarët, ne do të shkojmë ndërkohë me kolegen Gerola Hate për të mësuar më shumë se dakon rezultateve në të gjithë Shqipërinë. Gerola, të përshëndes, çfarë po ndodh pranë KQZ-s, cilat janë detajet e fundit statistikore dhe a ka ndonjë lajm se dakon procesit në të gjithë Shqipërinë? Gjoj, të përshëndes, në fakt presim që nga minuti në minut të zbardhet edhe rezultati zgjedhor në njësinë administrative nëmër 10 dhe në Vorë, njësi të cilat priteshin që të dilni rezultati që në momentin e parë pas përfundimit ose pak orë pas përfundimit të votimit, megjithatë pas kërkesës së Partisë Demokratike nuk u bën publike zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këto rezultate. Sa i takon rezultateve të cilat janë bërë publike nga KQZ-ja në faqen zyrtare, deri më tani janë numëruar 1732 qendra votimi nga 5225 që janë në total, dhe deri më tani dominon në vota Partia Socialiste me 231.012 vota, duke siguruar kështu 52.54% të totalit të numëruar deri në këto momente, ndërkohë që Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ka siguruar 150
31.309 vota, që përbën dhe 34.41% të totalit. Sa i takon partive të tjera më të vogla, është PSD-ja në qarkë në rang vendi, që ka siguruar 17.423 vota, ose 3.96% të totalit. Megjithatë, është dhe një numër i konsiderueshëm qendrash votimit, të cilat ende nuk janë numëruar. Ky është trendi i deri tanishëm, në ndërkohë që rreth orës 10:30 minuta do të rifillojë edhe procesi i numërimit në Parku Olimpik, ku ne do të pozicionohemi atje për të raportuar në kohë reale çdo kuti votimi që numërohet dhe që ndikon në rezultatin elektoral të diasporës. Do doja të ndaleshim tek qarku i Tiranës, duke qenë se është qarku i cili ka dhe më shumë mandate, 37 mandate në këtë proces elektoral. Sipas të dhënave të deri tanishme, janë numëruar 305 qendra votimi nga 1282 që janë në total. Kryeson dhe në qarkun e Tiranës Partia Socialiste me 45.183 vota, ose 47.68% të totalit, për të ndjekur nga Partia Demokratike me 33.270 vota, ose 35.11% të totalit. Janë këto shifrat e deri tanishme, në ndërkohë po provoj nëse janë updateuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve momentalisht edhe të dhënat sa i takon Vorës dhe njësisë numër 10, ende nuk ka një rezultat. Na u konfirmua që brenda pak minutave do të mund ta kishim rezultatin e njësisë administrative numër 10 dhe të Vorës, për vetë faktin se ka pasur kërkesë të vazhdueshme nga ana e Partisë Socialiste që të bëhej publik ky rezultat. Megjithatë, ende tashmë që po vijojmë, nuk ka një rezultat zyrtar të publikuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë, një pjesë e qendrave të votimit, rezultati është bërë publik në rrjet një ditë më parë, por pritet protokollimi dhe zyrtarizimi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E qartë, Gerola, faleminderit për raportimin, do të mbetemi në kontakt për rezultatin e Vorës dhe për të gjitha të tjera.